Duke filluar nga data 1 prill, kompania e shërbimit të transportit urban Shkodër do të bllokojë punën për 2 orë. Sipas drejtuesve të saj, shkak për këtë është se bashkia ka vite që lejon konkurrencë të pandershme me furgon, nuk ka respektuar kontratën për subvencionin e gjithashtu ka disa muaj që nuk i ka arkëtuar asnjë lek. Administratori Afrim Dervishi sqaron se nga 800 abone për studentët janë zbritur në 600, ndërsa për invalidët bashkia nuk ka bërë asnjë subvencionim, ndërkohë që sipas tij në qytetin e Shkodrës janë rreth 2000 persona që duhet të përfitojnë abone. Janë 3 lloj kategori që Bashkia e Shkodrës duhet me subvencionu. Janë nxënës studenta, janë njerëz që shkojnë punë nëpër normale me fjalë. Pra, nxënës studenta presin abonet 6000 lekë. Njerëz që dalin në punë presin abonet 9000 lekë te unë, edhe 9000 lekë subvencionon shteti, edhe për familjet me fjalë që janë jashtë qendrave qytetit, pra, si që janë Fermentimi, Baqalleku, Zoga e Qiroka, kanë drejt me prej abonet 12.000 lekë të unë, edhe 15.000 lekë me kompensu shtetin muj. Në këto kushte ka vendosur që me datën 1 prill në vazhdim për 2 orë në ditë ta pezullojë shërbimin urban. Me datën 1 do të mbyllë shërbimin urban. Nuk jam në gjendje, jo se du me nollë këtë muhabet, por nuk jam në gjendje ekonomike me përballu ma. Me përballu ma, do ta vazhdoj deri sa të gjen një zgjidhje bashkia me fjalë. Se ligji thotë me fjalë që kur ke shërbim të tërum, shteti duhet më të subvencionu. Këta nuk lexojnë bëhet asnjë ligje. Pra mu duhet më subvencionu bashkia 40% punës, se unë kam lëvizje me orar të përcaktuar prej Bashkisë Shkodrës. Kjo kompani ka 3 vite që mbulon transportin urban në qytetin e Shkodrës dhe në disa linja jashtë. Mesatarisht ka çdo ditë në punë 10 autobus. Përfaqësuesit e saj kanë siguruar se nëse do të krijojë kushte bashkia, janë në gjendje që të mbulojnë me këtë shërbim thuajse të gjitha linjat në rajonin e Shkodrës.